Edi Rama, referendumi i demokratëve të katë në rrur, e këndjerë gjerë në palës, bërë gjithë shka, ta përbaltësh, por të dhanë përgjigjen në të merituar. Në mënyrë të përsëritur, kemi theksuar se ne jemi shpresa e fundit. Por, e shtuna provoj se ne jemi shpresa me fuqishme. Se ne në këtë kilometrën e fundit do të përmbushim me nder dhe dignitet misionin tonë. Nesër Edi Rama shkon në Bruxelles për konferencën ndërqeveritare për IBAR-in. Miq, nuk ka dokument ndërkombëtar në histori e këtij vendi në të cilin ju, qytetar dhe qytetarët të Tiranës, t'jeni përfaqësuar në dignitet sa nesër. Në atë salë, në atë forum, mbasi raporti i lobimit korruptiv u përbys dhe raporti i ri është raporti në cilin Edi Rama gjën Lubi Ballukun. Edi Rama gjën lindat e tij të përdlyra dhe të përdlira. Edi Rama gjën kartel të drogës, gjën mafjen, gjën oligarkët, gjën censurën, gjën gjithçka për të cilat ju keni protestuar. Po, natyrisht, ndokush mund të pyes, po pse atëherë u vendos të kaloj? Po, ka një faktor gjeopolitik dhe ky rajon do t'i përkas Bashkimit Evropian e kjo është një vlerësim jashtëzakonisht i drejtë, historik dhe me interes shumë të madh për kombet tona. Por, me përmbajtjen e tij, Edi Rama është në rreth të kuq. Në përmbajtjen e tij, si në asnjë rast tjetër, kreu i Meduzës, nga Alfa tek Omega, demaskohet për atë që është. Do dëgjoni unë, mos u çuditni të dëgjoni se Edi Rama i tilli e atilli, por ne jemi mësuar me këto. Tani zëri ynë është më i fortë se kur. Absolutisht. Vullneti ynë është më i fuqishëm se kur. Vendosmëria jonë është më e madhe se kur. Dhe ne prap do rikthehemi.